Përshëndetje miq të Kosova Presit dhe mirë se vini në emisionin tonë të radhës Sportcast. Do të diskutojmë sot në përgjithësi ndoshta edhe më gjerë se sa me të ftuarit tjerë, me mysafirin tim të radhës që është presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, zoti Ismet Krasniqi, edhe kjo për shkak se Komiteti Olimpik është ajo ombrella e gjitha federatave sportive në Kosovë. President, faleminderit shumë që ndajte kohë me orën Sportcast. Faleminderit edhe për ftesën, me kënaqësi më të madhe jam marrë te ju. Faleminderit shumë, e vlerësojmë. Prezident, po të merr botrori kohë, po nisëm me qitë pjesë, apo je i fokusuar në punët e Komitetit Olimpik që kërkon? Më tregu drejtën, nuk po merr kohë se po i përcjell vetëm ato lojra që po më i përcjell, që janë kohë pak që po na përshtatet neve këtu në Kosovë. Pra deri çdo prej 10-ve, prej 8-ve, prej 9-ve, lojrat që po zhvillohen, se përndryshe lojrat më vonë nuk po kem mundësi mi përcjell për arsye që nesër për dita e punës, ditë shumë të gjeshura, me angazhime, edhe për du më kanë ma të fjallët edhe ma të pushueshëm që mi këj punë tona. Mirë po kohë pas kohë i përcjellën ato pak Çka po munde reprizat që po i qesin shkurta, kështu që mirë. Me çka jemi tu morë ma konkretisht këtu, si më thonë, javët e fundit ndoshta në Komitetin Olimpik, çka po punohet? Javët e fundit jemi të përgatitje për lojrat mesatare Taranto 2026. Ajo është fokusion kryesor, sepse e dini që tash mas Tarantos një kuqir i radhës është Kosova. Do thotë edhe kjo është mesatari i fundit themi, që është folë deri tash nëpër 3 kontinentet, mas lojra në Itali që do të kryhen, atëherë fokusi do të jetë këtë në Kosovë dhe këtë shtetet sa do të jetë pjesëmarrje për 4 vjet e radhës, do të flasim vetëm për Kosovën, do të përgatiten për Kosovën, do të angazhohen me ekspozitët tyre për Kosovën, kështu që Kosova do të jetë fokus i këtyre shteteve mas Tarantos. Në fakt po bisedojmë edhe me përfaqësues me kryetarët federatave, president, te lojrat Taranto në Itali, a mendon që jemi gati edhe në aspektin e federatave që do të marrin pjesë, me sa numër sportistë mbase do shkojmë, sa federata do të marrin pjesë, a do të shënojmë medalja atje? Po, ndoshta se dia i një ngjarje, është një rekord numër i sportistëve që do marrin pjesë për Kosovës, total numër diku rreth 200 sportista. Mirë po krejt ekspeditat temi me trenera, me përfaqësues përcjellës të këtyre sportistave të federatave të ndryshme sportive, do të jenë rreth 300 pjesëmarrës. Kështu që defilimi në këto lojra i Kosovës do të jetë shumë i bukur, edhe për shikuesit tanë, edhe për qytetarët tonë që do ta shohin live. Kjo është vërtet një ngjarje shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse ne me qenë se do të jemi në kuqir radhës, duhet të jemi prezent me një numër të madh. Po padyshim që ne kemi zgjedhur lojtarë shumë të mirë, federatat janë duke punuar, janë duke përgatitur për kampe të ndryshme, besoj që edhe do të kemi rezultate. Synimi jonë të kemi rezultate sa më shumë, edhe të themi rekordin tonë në pjesëmarrjen e lojrave mesatare. Me siguri do të jemi të parë, sepse shtetet e tjera si Spanja, Italia, Franca marrin me 300-400 sportista dhe normal që do t'i prinë në ranglistë, po nuk do të jemi edhe ne shumë keq. Besoj që me 200 sportista do të kemi një ranglistë shumë të mirë, krahasim edhe me shtetet tjera. E kam një mendim kështu, president, që për të anës sportive të rezultateve, sigur që ju si president i komitetit bashkë me stafin tanë, për nështë si shtet, do të jemi në Taranto edhe me një sy nga ana organizative, do të marrim një lloj shembulli se çfarë do të bëjmë, do të keni takime të rëndësishme atje apo? Normal që do të kemi takime, dhe me qenë se jemi edhe prej Komitetit Olimpik, edhe prej Komunës së Prishtinës, edhe prej Ministrisë për Rini dhe Sport, prej Qeverisë Kosovës, do të ketë përfaqësues të krejtë të cilët janë pjesë e organizimit të lojrave mesatare. Edhe normal që tash me synin tonë shumë pak më ndryshe, me siguri do t'i shohim edhe ato të mirat që do t'i kenë ata, edhe ato gabime që do t'i bëjnë, me siguri nëse do të ketë gabime, ne do t'i mësojmë edhe gabime që mos na ndodhen jemi në Kosovë, edhe do të ta shkojmë edhe të marrim pjesë si përfaqësues në këtë garë shumë të rëndësishme, mirë po njëkohësisht ne do të fokusohemi që të shohim se si po shkon mbarvajtja e këtyre garave. Normal që edhe një pjesë e stafit të Komitetit Olimpik do të jetë prezent atje, të cilët do të jenë normal në organizimin e lojrave të kyçet gjatë gjithë kohës. Që besoj që do të jetë shumë e rëndësishme për neve edhe pjesëmarrja, po njëkohësisht edhe me shiqur se si po ndodh gjithë ky organizim, një ngjarje shumë e madhe, multisportive, e rëndësishme,
edhe besoj që do të jetë. Me drejtuesit e federatave që do të marrin pjesë, ke pasur ndonjë takim përbashkët, a do t'i takosh për t'i parë, ndoshta edhe për t'i motivuar, por edhe për t'i parë synimet e tyre në aspektin sportiv, sepse përmendë që do të kërkohen medalje. Edhe kemi pas, edhe po kemi njëkohësisht, po edhe do të kemi deri sa të marrim pjesë në lorat mesdhetare në Taranto. Kështu që tash për herë të parë Kosovë po merr pjesë edhe me sporte ekipore. Sepse sporte ekipore normal që janë shumë shtrejta, ti e din që për shembull vetëm një ekip i futbollit me gjithë stafin edhe me lojtarët e zgjedhur shkon në afër 20 pjesëmarrës. Mandej këtë herë kemi edhe femrat edhe mashkujt futboll, femrat edhe mashkujt handball, femrat edhe mashkujt volejboll. Të vërtet është një prezantim i jashtëzakonshëm i Kosovës që ndoshta pak shtete e bojnë me këtë prezantim. Mirë po është vërtet sukses dhe është një merit e madhe. Edhe shpresoj që të vazhdojmë edhe tutje të prezantohemi sa më shumë edhe në mënyrë më dinjitoze. Ndoshta shteti i vogël, po pjesëmarrja është e madhe. Madhe po. Shpresojmë që të kemi suksese. Kur përmendëm se çfarë do të shihni në Itali përveç rezultatit sportiv, ndërkohë kemi parë president që edhe me kryetarin e Prishtinës Ibrahim Rama, po edhe me ministrin detyrës Zoti Ngashani, keni qenë edhe në Angli, keni vizituar vende, jeni prezentuar me infrastrukturën, mbasi atje, çfarë keni parë, çfarë ishte qëllimi i vizitave? Po, ajo ka një vizitë shumë interesante dhe shumë e mirë, e pa më një trashëgimi që ka lënë lorat olimpike në Londër, trashëgimi që duhet më marrë lakmi dhe befasia më e madhe që unë edhe u fascinova me ato që pash është që ato stadione, ato salla që ishin ndërtu, ende sot u dukshin sikur të jenë ndërtuara ndoshta brenda muaj, para një muaji. Kjo mirëmbajtje që na shohim si problem gjithmonë. Mirëmbajtje shumë e mirë, shumë e kujdesshme, ata punëtor me motiv shumë të madh. Kjo më la përshtypje që edhe ne duhet të marrim sim për këtyre gjesteve të mira të organizimit të rujtjes trashëgimisë që ata e shfrytëzojnë edhe sot. Edhe ky është qëllimi i Kosovës, ky është qëllimi i Komitetit Olimpik të Kosovës përmes këtyre lojrave që ta lëmë trashëgimi të mirë për sportistët tonë, për fëmijët tonë, për rinjtë tonë. Çka po bëjmë president me që e nisëm pikërisht për lojra mesdhetare tash. Po kalojmë edhe tek zhvillimet që kemi tani. Çfarë jemi duke bën na për lojrat mesdhetare? A kemi bë ndonjë hap tri konkret sepse ka shqetësim president edhe tek unë me që po e përcjellim këtë pjesë, por edhe te drejtuesit e federatave me të cilët trajtojmë tema për ditë rreth sportit vendor. Çka ka ndodhur me lojrat mesdhetare? Kemi në njërsi apo hecim drejt tema jo? Punë kryesore janë kry. Masterplani është në përfundim e sipër, them që ndoshta 98% është i përfunduar, së shpejti do të jetë versioni i fundit që do të përfundon. Masterplani është shumë i rëndësishëm që ne në bazë masterplanit edhe dim nevojat tona që do t'i bëjmë edhe t'i ndërtojmë për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Logon ndoshta keni dëgjuar që është aprovuar një logo, ka pas disa ndryshime nga ICMG, nga ekspertët e ICMG, sepse çdo vendim që merr Komiteti Organizativ i Kosovës për lojrat mesdhetare Prishtina 2030 duhet të aprovohet në ICMG. Kjo është rregull. E kontrollojnë ata. Nuk mund të marrë asnjë vendim, ti merr vendime, mirë po aprovimi në fund mirë nga ICMG, nga pronari i lojrave, se pronari i lojrave gjithmonë është ICMG-ja. Ne jemi vetëm organizator. Logon e kemi dërguar, ka pa disa vërejtje, të cilat janë përmirësuar me kohë dhe besoj që shumë shpejt do dalim më zyrtarisht me logon të cilën do ta jetë prezente për lojrat mesdhetare 2030. Nuk dia mund të shpalosim detaje, por mund dim pak a shumë çfarë përmban logo, do të jetë me simbolet tona apo kërkohet që një përfaqësim më i përgjithshëm atë. Është një kombinim. Besoj që nuk është e rrugës që unë tash të tregoj si çka është, mirë po do të jetë befasi për këtë qytetarët e Kosovës, edhe mandej shoh. Ka pëlqyer ty si president logoja? Po, nuk është e keqe. Fillim ndoshta kam qenë pak skeptik, mirë po ma vonë ka filluar më pëlqej shumë. A ka pas interesim të madh president për të ofru logo për në konkursin që ka qenë? 20 e diçka afër 30 kompani që kanë konkurruar për logo. Andaj janë zgjedhur 3 më të mira, për këtyre 3 më të mira do zgjedh shkjan. Jo të cilën e kemi dërguar në ICMG. A do të kemi ndonjë takim të ri me Komitetin Ndërkombëtar Lojra Mesdhetare në vazhdim ditën tashme, javën tashme president, për të parë situatën ku jemi? Takim kemi tash në Taranto, do të jetë takimi i radhës, edhe atje do të diskutojmë patjetër për lojrat mesdhetare. Edhe atje do të shpalosim edhe të arritura deri në atë moment, deri shtator, kur do të jenë ngushtë dhe shtator faktikisht. Se 21 gusht fillojnë lojra deri me 3 shtator. Qatë ku jemi atje, do të marrim pjesë në asamblej
në asambleje normal që sepse është edhe asambleja. Është asambleja, gjithmonë është asambleja në Lojra, edhe aty flitet normal, edhe për të arritur ne prezantojmë ato të cilat do të kryhen deri në atë moment. Tash deri që ligji i ri për lojra mesatare është aprovuar dhe është kryer në qeverinë e Kosovës edhe gjitha ato rrugt zyrtare që kanë kaluar dhe gazetë zyrtare dhe tjera. Tash bordi është i ri, në krye me kryetarin e Komitetit Organizativ është kryeministri Albin Kurti. Jemi 13 anëtarë total në këtë bord dhe shpresoj shumë shpejt të fillon edhe mbledhja e parë e bordit edhe të fillojmë me punë. Nuk kemi çka presim më, tash duhet vetëm të veprojmë. A do të ketë apo bëni jo presion, po të paktën apo bëni kërkesë që të takoni me këtë komitet, me këtë komision, me këtë përbërje që tashmë udhëhiqet nga Albin Kurti. A keni shpresë se do të ketë një takim së shpejti me ta? Po normal që është domosdoshme takimi sa më shpejt. Sepse duket sikur situata politike po e merr vëmendjen. Me siguri që kjo pak kanë ndikuar dhe ne e kuptojmë, po besoj që shumë shpejt do të formohet qeveria, se shumë e rëndësishme për neve të formohet qeveria, sepse kur është një qeveri stabile është edhe një komitet organizativ stabil. E kjo shumë dikon negativisht. Po, se shkon këtë vite me zgjedhjeve. Po, përbes, po shpresoj që do të formohet edhe do të kemi qeveri stabile, të punojmë së bashku edhe të ecim përpara. Në aspektin infrastrukturor, president, s'po e flas stadiumin se është përmendur ose tërpërmend, por apo sheh hapa, apo a ka stagnim edhe në këtë drejtim? A ka shpresë për zhvillime më të mëdha? S'di çfarë them, Albert. Unë normal që kam frikë si president i Komitetit Olimpik Kosovës, sepse e di mundin dhe sakrificën që kemi bërë si Komitet Olimpik për mi pru lojrat në Kosovë, që shumë shtete ndoshta e kanë ëndër dhe shumë shtete ndoshta 4 herë, 5 herë kanë pjekur s'kanë mujtë marrë të lojra, ne kemi marrë me të parën dhe pa pas deti hiç. Kjo më pak më brengos, se është mundi ma ndjerë se madhe dhe angazhim shumë i madh për me marrë diçka shumë vlefshme me hub për asgjë. Ke frikë se mund të humbet ai mund? Po unë nuk besoj sepse është interes kombëtar dhe këtë interes e din krejt. Po mendoj që nuk kemi nevojë me jalan kohës edhe me hub kohë, po mendoj që duhet t'ja fillojmë dje. Mas të hupëm asnjë moment. Edhe sot është vonë. Nuk kemi nevojë me hub kohë sepse koha po ecë shumë shpejt. Jemi komod të përfundojmë punën tona më herët, edhe shumë më mirë për neve. Neve na bën një test event, me marrë një garë tjetër, që t'i provojmë ato salla sportive, që të dim si po shkon procedura, edhe mandej është më lehtë për ne për lojrat mesatare. Kjo është qëllimi, pse me marrë punën me stres kur ke mundësi me bëu shumë më herët. Punët që morën nuk janë punë që blehet edhe qitet diçka në tavolinë. Nuk është diçka që e blen edhe e qet aty edhe e përdor. Ajo është diçka që do të ndërtuar edhe lyp kohë normal. Lyp bendi, projekti, tani ndërtimi, kompania ndërtuese, shumë punë tjera derisa të përfundon. Që është një procedurë shumë e madhe që lyp kohë shumë. Për këtyre takimeve zyrtare, president e përmendë asambleja që do të bëhen në Itali, por keni edhe takime që kanë ardhur këtu komisioni i ICMG-s, kemi qenë edhe vetë kemi përcjell ato. Diçka në përpas kena, ndoshta në komunikim më konkret me juve. A merrni këso ose vrejtje ose këshilla për të direkte, si më thon president, s'po ecin punë mirë në çdo drejtim, ako komunikim kështu ditor për të parë zhvillimin në Kosovë. Ne jemi familje me ICMG-n, Komitetin Olimpik Kosovës, ne jemi familje, një pjesë e familjes. Dhe normal që ata me neve folin kanë erdhë dhe mashmër dhe mënyrë shoqërore, krejt i përdorim se jemi një familje, ne s'kem ku qojmë një tjetër. Po pse ata janë pjesë e bashkëorganizimit. Po normal, edhe ata kanë bërë shumë për neve, kanë bërë më shumë se ndoshta se që kanë bërë për dikën tjetër në herë. Edhe për këtë arsye mu vjen keq edhe vjen marrë nëse ne dështojmë sepse e di çka kanë bërë, çfarë sakrificë kanë bërë që Kosova të jetë një kushire lojra mesatare. Po këto sakrifica ato lufta që kanë bërë deri sa i marr ne për lojra mesatare, me siguri që unë edhe nëse ka që thonë kam ymër me rrugë mas 2030-s, do t'i shpalosi krejt, si ka puna me marrë lojrat mesatare, çfarë sakrifice, çfarë mundi, kush kanë qenë njerëz që na kanë ndihmu, kush kanë qenë njerëz që na kanë pengu, e shumë sens, sepse kanë qenë sfida shumë të mëdha. Kanë qenë sakrifica shumë të mëdha, ka qenë punë shumë e madhe, jashtëzakonshme. Mirë, po nuk është koha tash t'i përmendim, po vjen koha ku shkruan të shtë edhe libër për Nëse diçka që është në dorë të Komitetit Olimpik, po besoj është edhe ky organizimi
puna e vullnetarëve që do të na duhen aty, puna e përfshirjes së rinisë, punëtorëve që na duhen. Në çet aspekt a jemi të bënë një planifikim, a do të kemi të punësuar të ri, a do të kemi angazhim të madh vullnetarëve, apo mundohet në anën e akademike po themi të kësaj pjese. Po normal, kjo lojrat mesare parashit diku rreth 800 punëtorë të ri të punësohen deri në 2030. Kepi vjen të punësohen. Të punësohen 800 punëtorë të ri në këtë organizim të lojrave, duke përfshirë edhe plus 3000 vullnetarë. Që është një numër shumë i madh, 3800 do të thotë jenë numër shumë i madh që do jenë të angazhuar për lojrat mesare. Po them, është një ngjarje shumë e madhe, një ngjarje që ndoshta disa nuk e kuptojnë sa e madhe, sa rëndësishme dhe se çfarë sfidë dhe çfarë pune është. Mirë po besoj që tash edhe me qenë si jemi në Taranto, që thamë edhe më herë, edhe ne e dim si Komiteti Olimpik, se ne shkojmë në ngjarje të tilla dhe i shohim se çfarë pune dhe çfarë angazhimi është. Mirë po edhe qeveria e Kosovës, edhe ministria, edhe komuna e Prishtinës, shumë mirë që janë aty dhe e shohin më afër se çfarë sfida na presin, çfarë punë na pret. Kjo është shumë e rëndësishme. Po na pret një përfitim ekonomik, po themi realizova një artikull për lojrat në Taranë, prezident, që përtej këtyre shpenzimeve që i bën shteti për organizim, përfitimi ekonomik që pritet ta kenë si shtet, po themi Italia. Taranto është një bum ekonomik, u vlerësoi ka aty në njërin prej gazetave të Italisë. Do të na bënte kjo që të punoni më shumë që ta kemi edhe këtë përfitim ekonomik në këtë drejtim e të mos dështojmë as më keq. Patjetër edhe përfitim ekonomik, edhe përfitim politik, besa sepse kemi shumë shtete të cilat nuk e kanë pranuar Kosovën, po vinë po marrin pjesë të një shtet. Se në momentin kur vjen marr pjesë Kosova, ata faktikisht në një mënyrë e kanë pranuar këtë shtet sepse po vjen me të drejtat sikur të gjitha shtetet e tjera. Do të thotë është edhe një përfitim politik, përfitim ekonomik, përfitim turistik, se turizmi është shumë i rëndësishëm për neve. Mirë po dhe trashëgimia që do të jetë, që do të mbetet nga këto lojra është shumë e rëndësishme. Njerëzit tani kanë besim, me anë Kosovë, sepse e dinë që është një vend i sigurt, një vend i qetë, një vend i mirë, mikpritës, edhe kjo neve na ndihmon shumë që të zhvillohet turizmi në Kosovë. A do konsideroj president të dashme paraqyku, po sepse do të flasim ndoshta për sukseset e komitetit deri me tani, po me që jemi të kjo temë, një dështim i pamenduar mbase në mënyrën më të mirë, por nëse vjen, a do të ishte dështimi më i madh i shtetit në aspektin sportiv po flas. Sidomos para syve ndërkombëtar. Nuk po di çfarë fjale me gjetë të dështimi, se është shumë i madh. Muj me thonë që sikur m'ja hek një gjysmë pavarësia e Kosovës. Dështimi është shumë i madh. Inshallah zgjen të dështimi sepse ky dështim nuk duhet as mendohet. Duhet punohet 24 orë mas marrë të dështimi, sepse nëse dështon lojrat mesatare, atëherë dështojnë këtë sportin në Kosovë, sepse kush nuk ka besim më dhanë Kosovës organizime të tjera. Ndoshta e keni pa prej momentit kur i kemi marrë lojrat mesatare në Kosovë, sa federata kanë përfituar me organizime. Plot. Sepse tash e kanë pa që Kosova ka marrë lojrat mesatare, është punë shumë e madhe. Shumë shtete si kanë marrë kurrë. Po është një tregus. Edhe shtetet afër neve këtu s'kan pas lojra mesatare. Për shtetet ish Jugosllavisë, vetëm Kroacia spliti 1979 kur ka qenë ish Jugosllavia në kohën e Titos, i ka marrë lojrat mesatare. Në atë kohë ka qenë Jugosllavia shumë e fortë, i ka marrë lojrat mesatare. Tash i ka marrë Kosova. Para këtyre shteteve tjera, para Slovenisë, para Serbisë, para Maqedonisë, para Malëzi, Shqipërisë, Bosnës, këtyre në shteteve. Po komplet rajonin. Do të thotë kjo është një arritur që nuk e di sa janë ka kuptojnë, imagjinojnë çfarë arritje e madhe është që kanë marrë lojra mesatare. Për shkak duhet më çuj i madh i vogël. Këtu nuk duhet vetëm Komiteti Olimpik, nuk duhet vetëm ministria, nuk duhet vetëm komuna e Prishtinës. Këtu duhet të jemi të angazhuar krejt qytetarët e Kosovës. Këtu kanë pjesë krejt qytetarët e Kosovës. Këtu lojra janë për Kosovën, për qytetarët e Kosovës. I madh i vogël duhet me dhënë kontributin. Dhe kur vinë lojrat, i madh i vogël duhet me dhënë kontribut të paktën për shembull me prit mysafir mirë, të paktën me kursy makinat e tyre, mas me dalë në rrugë me makina, me dalë në kam, mas me dalë kot me makinë, me bo kallabllak në qytet, sepse neve na vjen hapësirë. Na vjen me pas qarkullim më të shpejt për sportista, na vjen shumë, do të thotë, këtë duhet më kanë të angazhuar, duhet më kanë një familje këtë Kosova e përbashkët që me dhënë maksimumi që na me dalë mas miri. Nëse na dalëm me notë pozitive, atëherë Kosova i ka dyert qelë.
atëherë nuk ka federate e Kosovës, nuk ka sport e Kosovës që s'mund me organizu ngjarje tjera. Besoni që tani muna me hi edhe me sport edhe më të mëdha si është futbolli, sene me ngjarje të mëdha, edhe një pjesë do një organizimi evropian të futbollit me bua në Kosovë, sepse kanë besimin që din me bua mirë, presin mirë, dëshmohet mirë, nuk ka eksese, nuk ka probleme. Këto janë çka do të bëjë. Do të është një test shumë i madh për neve që na duhet me dhënë notën maksimale. Derisa na jemi si Kosovë në këtë pikë, e kemi edhe Durrësin, Shqipërinë fakt si partnere. Po punohet atje? Ke pasur takime edhe me ta, e di që ke qenë në vizitë. Kanë bërë një hap konkret vizitën e fundit të komitetit organizativ edhe të komitetit organizativ edhe nga ICMG-a. Coordination Commission që është do të thotë janë anëtarë të ka caktuar asambleja ICMG-s, kemi qenë në Durrës. Atje kemi bërë mbledhjen e radhës, qëllimisht kemi bërë në Durrës që edhe me bërë mbledhjen e OCMG-s, edhe me përsesh me këshyr vende, me këshyr ku kanë ndodhur sporti i lundrimit. Në fakt është sailing, një vend shumë i mirë Durrësi, patëm takime me kryetarin e komunës së Durrësit, patëm me përfaqësues të Komitetit Olimpik të Kosovës, me presidentin me të tjerë. Keni mbledhje shumë e mirë, edhe besoj që ndoshta nuk ke problem. Me një sport është më lehtë. Po, ata do ta kenë më të ngushtë, po themi kështu objektivisht. Ata kenë më lehtë, po normal që Kosova do të jetë do të bën organizim edhe atje. Po, do të jetë Barça se është Kosova, edhe me shpenzime edhe me këtë Kosova është atje, Shqipëria vetëm bën organizimin. Ne i kemi obligim pagesat hoteleve, sportistave. Që Kosova është atje, mirë po Komiteti Olimpik i atje edhe Federata e Lundrimit të Shqipërisë do të jetë pjesën teknike të organizimit të abat. Një pyetje rreth kësaj, shoh që federata po punojnë edhe disa federata me sporte të reja që do të paraqitemi ndoshta lojra me disa kanë aplikuar, nëse do të pranohen, me cilat sporte të reja pritet që të përfaqësohen lojrat mesatare për Shqipërinë 2030. Ende padellë është një prej sporteve që po shpërthet. Po, është padellë, është sport shumë i rëndësishëm. Padellë është një prej sporteve tash edhe në Taranto është padellë, po është një si test event për padellë, mirë po në Kosovë do të jetë tamam sigur këtë sporte të tjera. Ende nuk është e caktuar me fiks cilat sporte të marrin, 24 obligative, mirë për ne kemi mundësi si një koqir, ti shtojmë edhe 4 tjera, kështu që 4 tjera ende nuk e dim cilat do të jenë, mirë po ka kohë, deri në 2028 ka kohë që të zgjedhin cilat sporte. Po i ndihmoni këto federata të reja që dalin sa më shumë pa president, po keni komunikim me kryetarët e tyre. Kemi federata të reja, ndoshta keni pasur mysafirë edhe për federata të tjera tash, po qëllimi jonë është që të bëjmë masivizimin e sporteve, edhe të kemi federata për këtë sporteve të cilat kena mundësi mi bën Kosovë, edhe besoj që do të arrijmë qëllimin. Ky është edhe qëllimi im edhe premtimi im prej fillimit kur jam bërë president i Komitetit Olimpik të Kosovës që përveç medalje dhe përveç sukseseve të kemi edhe masovizim sportin në Kosovë, kjo është shumë e rëndësishme. A u po kjo në javën olimpike, në ditën olimpike, presidenti interesimi edhe masovizimin nëpër shkolla? Patjetër u po, dhe kjo është edhe qëllimi pse ne e bëjmë këtë organizim çdo vit. Besoj që duhet punojmë edhe më shumë në për shkolla, duhet punojmë edhe me emisione, tash me ciencia në emision ju që e ka një vërejtje shumë të madhe të gjitha televizionet e Kosovës që nuk ka emisione edukative sportive për prind, që ti tregojnë prindve se sa rëndësishme është që ata t'i çojnë fëmijët e tyre në sport, se fëmia nuk den. Nëse prindi nuk e sheh fëmijën e vet, apo nuk e qënë do një sport me pasë, qëfar talenti ka, se secili prind din për fëmijën e vet çfarë talenti ka, futboll, basketboll, handball, karate, ka fëmijë që është pak më energjik, don sporte luftarake, pse jo, pse mos me qu. Mandej nëse ne i çojmë secilin fëmijë mu marrë me unë kisha bërë obligative, them drejtën me pas mundësi, shteti me pas obligative, një fëmijë do të mu marrë në sport. Patjetër, sepse nëse ne fëmijët tonë i çojmë në sport, kemi shoqëni shumë shnosh. Po e shohim sa çka po ndodh me rinjin tonë për fat keq. Alkool, cigare, drog, telefon, elektronik, do të thotë një pjesë goxha e madhe është jashtë rrugës të mirë, e kjo është vetëm për arsye që s'mirë me sport. Sa mund mbështeti më shumë në këtë ditë Gjema, nuk po them 100%, po gjema një sportist që mirët me punë këshia, apo që pin cigara, apo alkool, apo drog, apo sene tjera. Jo, s'ka. Ose një përqindje tepër e vogël sa që nuk shihet hiç. Do të thotë kjo është shumë e rëndësishme për shtetin, sepse nëse investojmë në sport, ne nuk i humbim ato pare. Se ti kur i keni shoqëri të shëndosh,
Atëherë ti kurse në medicinë, mjekësi. Se atë sa parë Kosova jep në mjekësi. Tepër, operacionet sa nuk bëhen në Kosovë me çu jashtë, ato këtë ndodhin për shkak mos angazhimit sportiv. Apo rrezikohet për prezident me që rinia kryesisht po mirret, siç e the, edhe me punë që ndoshta nuk janë jashtë sportit, po mënyra që nuk janë. Apo rrezikojmë që talmët mos kemi sportistë që do të synojnë medalje elitare, botërore, evropiane, siç kemi për momentin fatmirësisht. Jo, është në rritje sipër. Sportit është mirë. Është në rritje sipër, ka qenë edhe më e ulët, është në rritje sipër. Mirë po, qëllimi jonë është që sa më shumë të mirë me sport. Po jo vetëm të rrit, po kemi nevojë edhe gjenerat e vjetat të mirë me sport. Patën të mirën me ecje, nëse s'mund të marrë me sport, të mirë me ecje. Se një popull që llogaritet me përqindje sa mirë me sport, Kosova është nivel shumë tull, për fat keq. Dikon 2-3% nuk shkon përqindja e të atyre të cilët me sport. Sepse ne e shohim sportin me sa i ri, mirë me sport, e kryen karrierën edhe u kry puna, mos u merr me sport. Jo, secili do të marrë me sport. Të paktë me ecje. Edhe nëse 3 herë në javë ec Albert ti apo unë, llogarit që mirësh me sport. Nëse 2 herë në javë ec, nuk llogarit që pjesën e përqindjes që mirësh me sport si kamp. Është nën kërkesat po. Slovenia ka 70%. Slovenia ka 70% popullatës që mirë me sport. Do thotë prej moshës të vogël deri 100 vjet. Plaku 90 vjet ec në park, 3 herë, 4 herë, 5 herë në javë ec. Çfarë sa ka aktivitet, po. Ka aktivitet. Kjo është shumë e rëndësishme, po këshore medicinë e tyre, këshore mjekësinë e tyre, sa pak kanë të smur. Për të kthyer pak te puna, tena për fal, për ndërprej, tena për fat keq, do shta e ki po. Shembull kryesor kemi banatorët në Kosovë. Kur ku në botë nuk i banator më shumë se Kosovë. Shko midis Parisit, mendje ishe do të me ecë me kilometra me pa një banatore. Pse? Se s'ka nevojë. Nuk ka nevojë se nuk janë më aktiv. Ne në çdo mahalli ka 3 banatore. Dikun këtë Kosovën mas gavofër afër 1000 banatorë janë, që është numër të mërësisht i madh. Kjo për shkak nevojë. Me qenë ushqimore, 1000 janë shumë, jo banatore, do të thotë kjo që ka nevojë shumë. E hajt çka të bëjmë na të ndrojmë ta. Qysh mundna me bëu këta? Përmes sportit. Do të më kuptoj shteti që investimi në sport është investim në shëndet, nuk është vetëm sport. Është kulturë, ka benefite më të mëdha. Është gjithçka. Është gjithçka. Kështu që s'bën me kursy. Duhet me bëj infrastrukturë sportive, për shta kemi synu me marrë mesatare, vetëm me bëj infrastruktura sportive, do sa më shumë fusha terrene sportive me quë edhe në fshatra. Jo veç mi quë aty, po tek e fund me pagu trajnera profesional mi quë, që mi afru trit e trejat, që të mirë me sport. Do të me bëj strategji, unë mendoj që do të me bëj strategji, këtë e kam folur gjithmonë, do të me bëj strategji që të japë motiv, edhe prindve që të fëmijët e tyre të çojnë nëpër sportin ndryshëm. Të flasë pak për punën tonë, President, je i përmbushur, je brenda aty një objektive që ke dashur ta shohësh shtëpinë olimpike të Kosovës si president gjatë këtyre viteve që jeni krye apo jo, kur nuk do të jemi mbushur. Unë lypi gjithmonë maksimumin. Nuk i thon vetëm më kanë i kënaqur, se kur të thon vetëm i kënaqur, ne çatu e la tani. Shëna gjithmonë nalt e manalt. Sepse në alt s'ka kur fund. Suksesi gjithmonë është më i madh e më i madh. Kështu që nuk duhet të jemi të kënaqur. Jemi të kënaqur mesatarisht, po mundemi edhe më shumë e bë. Çfarë është momenti që ka bë më shumë krenar për këtë vite? A është fitimi i lojave mesatare apo ndonjë medalje apo diçka? Ka shumë. Apo medaljet, lojrat mesatare. Padyshim lojrat mesatare janë diçka që nuk matin me kurrë. Mirë po edhe medaljet, domethënë medaljet olimpike na kanë bërë krenar shumë. 5 medalje kemi olimpike Kosova si një vend i vogël. Unë si president i Komitetut Olimpik besoj që jam krenar. Kur takona me shtete tjera dinë se Kosova i ka më pak se 2 milion banor. 5 medalje olimpike ku për shembull e keni ndihmë me miliarda që s'ka medalje olimpike, e ki spi për merë në shtetit dhe afër neve që s'kanë hiç medalje olimpike, është sukses shumë i madh. Na ka lakmi. Edhe në buna jam krenar me këta. Jam krenar dhe ndina shumë më i fortë në tabelinë kur una me njerëz si president i Komitetit. E kemë bën krenar, kemë bën mas fortë dhe kemë jap motivim me punu edhe më shumë. A se se president më konë president i Komitetit Olimpik Kosovë, gjitha të federata, gjitha të njerëz, gjitha organizim
Ndihmojnë stafi, po thamë, Padyshim është një staf i mrekullueshëm, kam një bord të mrekullueshëm. Nuk jam unë vetë që bëj këtë punë. Këta e bëjmë bashkë edhe vetë nuk bëhet kurrë, besoj që s'bëhet kurrë. Unë kam thënë një fjalë fillim, në vetë veç do të më shkon bëj atë kur hina, të dërkojnë se tjera punë nuk bëhen vetë. Unë nuk punoj vetë, unë punoj në grup, kam sistem që punoj në grup, nuk du me punu vetë kur. Me ato që më bëu vetë, e thirrë dikon më kanë afër me bëu bashkë, edhe s'ka te unë, po ne. Fjala unë s'ekziston, edhe s'kam ekzistuar kur, po ne. Ne jemi më të fortë. Unë vetë jam kërkushi. Çka kishim thonë që është ona negative me udhëheq një organizatë kështu të mëdha sportive, ndoshta në aspektin familjar, ndoshta mungesa ndaj tyre. Çka kishim thonë që çitum ka pengu sporti. Është koqa humbje kohe, unë jam vullnetar në Komitetin Olimpik të Kosovës, mirë po padyshim që unë asgjë s'bëj pa pyet familjen, pa marrë miratim për familjes, se sikur e kam miratimin e familjes, unë ndina ma lehtë edhe punoj ma lehtë. Nuk po them që s'më bëu diçka, po nuk është e rrugës që më bëu diçka pa dëshirën edhe të familjes. Unë kam gruan, kam djalin, çikën, djalin, e kam edhe vllaun, se dy vllaz jemi, kur gjë nuk bëj pa i pyet ata dhe kur gjë nuk bëj pa ma dhanë që thonë na izën. Kështu që normal që i kom pyet, normal që ka thonë po, edhe normal që tash punoj me motiv më të madh. Përndryshe se s'ka ashtu të themi vullnet gjithë familja, më të përkrahë, nëse s'ki përkrahje familjare, nuk më shumë pas sukses. Ka pas në rast ndonjë ngjarje drënësishme familjare që ke mungu për shkak se ke qenë i angazhuar diku? Jo një herë, shumë herë. Shumë herë i kom lënë mysafir në shtëpi. Shumë herë i kom pas mysafir, s'kom mujt me kry ndoshta as drejka mysafir, e kam kuptuar, më ka dashur me shku në një event që ndoshta ai kryetari i federatës nuk e din, se më ka thirrë, ka një ngjarje me shku, me përcjell çan ngjarje, jam shku. Kështë është ma kritikusi në shtëpi, president, për ty? Në aspektin e punës, përmirësimit, ndoshta mënyrës që shqasës ndaj punës, ku ta di? Gruaja kritikusja më e madhe që mas çdo eventi, mas çdo fjali, mas çdo interviste e pyeti. Apo? Edhe ajo tani tregon. I sheh më shumë defekte. Po. Okej. Mirë shumë. Në njerëz ka shku me lanë, me dërheq ndoshta për punës, për lodhjes, për stresit. Nuk jam njerëz që dërheq, nuk jam njerëz që dërzona. Nuk jam as i tipi dhe s'kam qenë kur. Nuk dërzona. Unë nuk dërzona dhe s'kom pas nevojë më dërzu, po unë dërzona vetëm atë kur në shoh që nuk më bëj punë që unë duhet më bëj. Se derisa e bëj punë që kam obligim edhe e bëj mirë, nuk kam nevojë më dërzu dhe s'kom pas arsye më dërzu. Një dërzu ku ka arsye. Po në momentin kur e shoh që nuk më me çu Komitetin Olimpik më lart, unë më ne atë rreka se kam qenë me çorru tjerë. A ka një federat kove të fundit që po të pëlqen më shumë ti për mënyrën se çish po i qaset punës, avancimin që po e bën? Ka shumë federata, nuk du mi cek një, po ka federata. Kem disa federata që janë shumë aktive, kem disa më të vogla që janë më pak aktive, po përgjithësi federata janë rregull. Nuk du me fol me anë. Si po sheh karaten për shembull? Në fakt karatea ka marrë dhe mesatarin e vitit të ardhshëm. Ka marrë karatea, aty kam qenë edhe vetë kryetari federatës për 2016-2021, edhe besoj që kam lënë një trashëgimi të mirë aty, edhe kam lënë një standard. Se ai standard po përcillet shumë mirë tash, edhe jam shumë i kënaqur. Është mirë kur bën standard, edhe qëllimi jam ka qenë me bë standard, sepse kur bën standard ai standard s'mund të ndrymo. Kur mësohesh me një standard, nuk është merr në rast standard. Nuk lejojnë as vetë komiteti sportiv mandej merr. Edhe Komiteti Olimpik i Kosovës me standardet që e kemi krijuar na tash. Edhe më së miri nuk mundi të më pak. Çaj që vjen do të më çu më lart. Përndryshe nuk pranon masa, nuk pranon se mësu ma standard. E kjo është e mirë që kur të formu standard, atëherë ai përcjell standardet. Tani e vesh me shku më lart. Njëri prej punëtorëve të Komitetit Olimpik e kemi shtu, papa nesh për a keni punëtor të preferuar në Komitet Olimpik që thotë që kë i kryen punë si ti thosh. Kredi kemi punëtorë të mirë, por ditoni e kemi atë veçantë, ky është këto tash president. Ky është logjistikë edhe ky është për krejt. Apo edhe një fjalë që më shumë ti përmerret në Komitetin Olimpik në stafi drejtori. Drejtonaj çat punë ka ky përmerret për krejt, se krejt e thirrin këta. Do ta dëgjojnë stafi këtë intervistë president, ke kujdes. Po e dinë edhe ata që pa drejtori smuj, se drejtori për gjithçka. Drejtori do të më shkruaj këto, drejtori do të më bëj ato, drejtori është logjistikë, edhe është nisë drejtash.
i bën punë shumë mirë, po ke stafin e kemi të mirë. Mos me ka stafi mirë dhe kam problem me pas sukses. Nështë pyetja e fundit, prezident, po duhet me ditë edhe pse tha që nuk më mundesh me i pa shumë, po kush po mendon që e fiton kampionatin botror? Unë kom thonë që në finale shkon Franca-Anglia, Franca-Angli. po dëshira e më e madhe është shku Zvicra, normal. Pse? Po kemi shqiptar shumë Zvicër, kemi një komitet shumë të rëndësishëm Zvicër, i japin kontribut shumë të madh Zvicër, është një pjesë e Kosovës Zvicër. Unë që ashtu mendoj, edhe kur shkojnë Zvicër, njëna shumë mirë, komod, në momentin kur shkojnë në aeroport, edhe shqip e njën, për shembull thirrjet kur bëhen stacion trenave, një shqip e njën, një prej gjuhëve, kështu që pse jo Zvicra? Po normal që do të ketë letë fare, mirë po dëshira ime është Zvicra, mirë po unë e shoh Francën me Anglinë në finale. A dhimbte që nuk shkoi Kosova për pak? Jo më dhimbti, pro ka qenë diçka që na ka prek shumë, se shansat kanë shumë të mëdha. E pam dritën, e pam derën e hapur për neve. Ke diçka shumë afër. Ishim Prag. Ishim Prag, ishim edhe një shtypje shumë e vogël atë. Po zdeshti fati qenë. Çfarë bëu, po mirë, po unë jam prapë i kënaqur që shkum arritëm deri aty. Edhe ajo ka qenë shumë e mirë për ne dhe ka pas një Ose ishte një imazh i mirë i futbollit Kosovës. Me një farë forme e treguan fuqinë, e treguan fuqinë, si një shtet i vogël me sportistë shumë mirë lojtar, na vjen përvoja, na jemi shtet i ri dhe mos duhet të demoralizohemi prej kësaj. Na jemi shumë shtet i ri. Futbolli 10 vjet është i pranuar në FIFA e në UEFA, do të thotë vetëm 10 vjet ki përvojë. Shtetet tjera nuk e din as kur jam pranuar për fillimit, do të thotë ne jemi shumë mirë në krahasim me kohën. Që ashtu edhe Komiteti Olimpik. Ka ndodhur disa ngjarje për çka shkurt. Për 11 vjet i pranuar Komiteti Olimpik ndërkombëtar, si Komiteti Olimpik i Kosovës, edhe tash po organizon lojra mesatare, a di çfarë suksesi është ky? Po, është hapa shpejt. Është një sukses. Ne nuk kemi shku te nalt kështu, themi, po ne jemi shku si raket përpjet. Kosova, sepse na nuk kemi kohë me shku kështu, me zonë tjerë. Na për zonë Evropë, me zonë duhet përpjet me shku kështu, se shumë larg janë se na jemi vonë. Çdo sene jemi vonë. Po a mundna me mri po. Na duhet punë më shumë, bashkëpunim më shumë, edhe na vjen unitet. Kjo po na mungon. Si në politikë, si shoqëni, si gjithku po na mungon uniteti. Do të më kanë bashkuar, sepse shqiptarët vetëm kur kanë qenë bashkuar, kanë qenë të fortë. Vetëm kur kanë qenë bashkuar. Prej historisë, me këtë historisë, edhe kohën e Skënderbeut, shqiptarët njëherë janë bashku, e kanë bërë namen, do të thotë, kanë bërë ballë një perandorisë. Vetëm që kanë qenë bashkuar. U bë lufta UÇK-s, kanë bashkuar, fituam. Në momentin kur jemi bashkuar, na nuk jemi kërkushi. Për sa tash, Komiteti Olimpik nuk ka on, po jemi ne, të bashkuar. Ne vitet një gjë e tillë në sport. Vetëm që ashtu mundam shkruar. Për sa arsye kemi na sukses Komiteti Olimpik Kosovës. Për sa kemi sukses, edhe këto ja thamë federatave. Bashkohuni se vetëm bashkë jemi më të fortë. Përkani njëri tjetrin. Mos e dëmtoni, mos e shkatroni njëri tjetrin, po ndihmoni njëri tjetrin. Shtyni njëri tjetrin përpara. Ky është mesazhi. Tu e shty shokun, e shtyn edhe veten se ti shka mas ti. Ai ty ata dhe shkoni këtë përpara. Jo pse bëni ai, pse bëna on. S'ka ashtu. Shteti është i gjithëve. Merita dihen në fund. Mas të dishin këtu dihen të Zoti, kështu që në rregull jena. Prezident, uroj që intervistën tjetër bashkë ta kemi për lojrat mesatare, për gjëra konkrete, duke i pa edhe ti vet ato në teren, edhe dhime të flasim për zhvillime të reja. Unë do të falenderoj shumë dhe jam shumë mirë që erdhe në Sportcast. Faleminderit shumë Albert, edhe ju falenderoj gjithë juve sepse jeni të dhënë një kontribut të madh për sportin si agjencion. Edhe jeni gjithkund ku ka nevojë sporti, ne jemi kënaqur që kemi partner, edhe pa juve sporti do të jetë i mangët. Sepse këtë aktivitet ne që i bëjmë, ju i tregoni popullit. Se që ndryshe kush e din se çfarë po ndodh, me sport çka po ndodh me aktivitetet tona. Kështu faleminderit shumë nga zemra edhe shpresoj që ta kohë në radhë tash. Faleminderit shumë. Miq të Sportcast, faleminderit që qëndruat bashkë me ne në këtë intervistë të parë në Komitetit Olimpik zotin Ismet Krasniqi. Ne ju lëm ta kemi në emisionin ton të radhës. Faleminderit për vëmendjen.